Gjithçka varet nga reagimi i 15 vjeçarit pas kësaj ndërhyrjeje. Kanë qenë 2 goditje që i kanë prekur organet jetësore dhe që sipas bluzave të bardha kanë qenë të çara që i rrezikonin seriozisht jetën, por që fal ndërhyrjes së tyre që e kanë konsideruar suksesshme, pritet dhe gjendja e tij shëndetësore është aktualisht e stabilizuar dhe që sigurisht pritet që reagimi i këtij fundit të jetë ajo që do t'i japi dhe rezultatin përfundimtar të gjithë gjendjes së 15 vjeçarit. Fatmirësisht pra është jashtë rrezikut për jetën. Ky është lajm i mirë që vjen për... Nuk mund të flasim ende për dalje nga rreziku i jetës, por sipas bluzave të bardha operacioni ka shkuar normalisht dhe gjithçka varet nga 24 orë të ardhshme, pra nga orët e ardhshme për të vendosur dhe për të parë reagimin se si 15 vjeçari dhe truri do t'i reagojë pas kësaj ndërhyrjeje. Pra gjithçka varet nga reagimi i tij. Flasim për gjendje të stabilizuar, por ende jo jashtë rrezikut për jetën. Urojmë dhe shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë. Elitiona, si ka ndodhur? Një sherr me thika mes adoleshentëve në Durrës dhe përpasoj një fëmijë është rënd. Po, Bruna, në fakt, ajo që vjet re edhe në këtë ngjarje mes adoleshentëve është piknisja e gjithë zanafillës konfliktit mes të rinjve ka qenë rrjetet sociale. Pikërisht një komunikim mes dy të përfshirëve në këtë ngjarje që sipas grupit të timor të ngritur për këtë ngjarje dhe nga ato dinamika që ka zbardhur ky grup i timor mbi procesin se si ka shkuar deri në këtë ngjarje është pikërisht piknisja në rrjetet sociale ku 14 vjeçari i kërkonte sqarim dhe takim adoleshentit tjetër për diçka që ky i fundit kishte dëgjuar që ishte folur pas shpinës dhe ishte komunikuar me palë të treta. Dhe pikërisht ky takim mes të rinjve ku 14 vjeçari ishte shoqëruar dhe nga një tjetër i mitur, vllai i tij, është bërë shkak që 15 vjeçari që tashmë është në trajtim mjekësor ka qenë bashkë me 2 shokë të tjerë, pra në total janë 5 adoleshent të përfshirë në këtë ngjarje, janë takuar ku konflikti fillimisht verbal është degraduar dhe ka çuar në përdorimin e armëve të ftohta. Dhe konkretisht 14 vjeçari përveç një biçaku që dispononte dhe që është marrë në cilësinë e provës materiale nga grupi i timor ka pasur me vete edhe një hapse të shisheve të verës. Pra duke përdorur këto 2 mjete prerëse si element të gjithë ngjarjes dhe goditjeve të njëpasnjshme që i ka dhënë bashkëmoshatarit dhe adoleshentit tjetër në momentin që konflikti ka degraduar në përballje fizike mes palëve, ka goditur disa herë dhe edhe paktën ata bluzat e bardha vënë re një gjak ftohtësi në mënyrën se si është kryer gjithë dinamika dhe goditjet e njëpasnjshme që 14 vjeçari ka përdorur duke mos u ndalur dhe duke mos menduar as pak rrezikun që i ka nosej bashkëmoshatarit të tij, por duke gjuajtur në ftohtësi absolute kundrejt bashkëmoshatarit të tij, duke i dhënë disa goditje në trup, mes cilave se kundrethashe dhe 2 goditje që i preknin organet jetësore pranë zemrës konkretisht. Është një ngjarje në fakt që edhe herë tjera patjetër që indicjen si kundër po shohim nga radhët e adoleshentëve vinë nga rrjetet sociale, nga komunikimi publik dhe nga sherra dhe shkaqe as pak jo vetëm të përshtatshme, por sigurisht edhe tërësisht banale për moshën që kanë edhe për pasojat që më pas kjo ngjarje dhe ky rrezik përbën për jetën e tyre, siç është dhe rasti i fundit i Durrësit. Është një ngjarje që sigurisht ka vënë në tension edhe familjet e të përfshirëve, qoftë ati që ndodhet aktualisht intubuar, apo dhe palës tjetër, sigurisht edhe vetë banorët e zonës Knetës dhe në këtë shkollë janë shprehur jashtë kamerave të prekur nga kjo ngjarje dhe të shokuar për pasojat që ky konflikt ka shkaktuar. Të shpresojmë që 15 vjeçari do të kalojë rrezikun dhe kjo të ngelet thjesht një ngjarje sa banale sigurisht, por që shpesh papërgjegjshmëria dhe ajo që këmban alarmi, po, është një këmban alarmi, patjetër. Pasojat e rrjeteve sociale dhe reagimi i të rinjve sot, agresiviteti i tyre. Për sa i përket autorit të plagosjes, Elitiona?
Ka qenë një reagim me njëhershëm i strukturave policore, por sigurisht duke mos patur prapavit tjetër dhe nga ajo se çfarë është dëshmuar dhe nga personat e tjerë, me njëherë që është ndaluar 15 vjeçari, personi i dyshuar si autori që ka goditur disa herë adoleshentin tjetër dhe që aktualisht është duke u pyetur sigurisht nga grupi hetimor dhe pritet zbardhja e gjithë dinamikës kësaj ngjarje, sigurisht tepër të rëndë për ngjarjen, qoftë për moshën që kanë adoleshentët apo qoftë edhe për atë se çfarë ka nosur në këto momente që flasim dhe që shpresojmë që të kaloj pa rrezik edhe për 15 vjeçarin që ndodhet aktualisht në spital. Ngjarja ka ndodhur jashtë ambienteve të shkollës. Ka patur në këtë shkollë, ka në këtë shkollë oficer sigurie? Ka oficer sigurie, sigurisht pavarësisht se është një shkollë 9 vjeçare, ka oficer të sigurisë sepse është vendosur një vendim i fundit i Ministrisë së Arsimit që edhe në shkollat 9 vjeçare të ketë, por që nuk ka pasur asnjë lloj përplasje qoftë edhe fizike të evidentuar, qoftë nga mësuesit apo persona të tjerë në shkollë për konfliktin që kanë pasur të rinjtë.